Shëndrejshës. Enos është duke bërë një super ndërtim, po mos harroni Enos bën edhe shumë ndërtime në Kosovë. Shëndrit isha nal me u fresku të Stone Castle. Po. Mirëmbrëma, përshëndetje. Përshëndetje. Unë jam Fisniku. Përshëndetje, Albina dhe Fisniku. Me krenarin më të madhe, si nuse Rahovecit, se tash më bje pak më livdu, hapun e madhe, kur jeni të zot jeni, nuk kam shka me shtu në aty, jeni punëtor, Qërë se pi bjen më lavdu, po unë tezën e kam Rahovec. Thash t'in kuadrona mbizet. Po du me thonë që një prej venave më të shishme, më të cilësore në treg, edhe që ka një histori të lashtë prej shumë vitesh, edhe që e runë traditën, cilësin, dhe që është më rëndësishmja, nuk e gëzon vetëm tregun shqiptar dhe kosovar, ka shkuaj për te kufirve, apo? Po, jemi në rajon, në Evropë, jemi deri në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kemi arrit edhe në Afrikë me dërgu venat tona, jemi ka provojmë mos zgjeru ma shumë, po, kemi bo një punë të mirë besoj. Ma shumë edhe në Hona, po? Në Australi. E largët, atje ku ka shumë biznese kosovare që kanë shku. E di që shumë prej njerëzve e dinë edhe historinë e Stone Castle edhe veprimtarinë e juj, po për ata që nuk e njohin, prej cilit vit sakt është Stone Castle, se kjo pyetja ime andaj teje, mundet me qenë lojsh përblyese për shikus ma vonë, kështu që ndëgjoni me vëmendje. Kompania është ndërtuar në vitin 1953, ka qenë në atë kohën e Jugosllavisë, menaxhuar prej shtetit, ndërsa në vitin 2006 është privatizuar prej familjes Gecaj, cilët janë shqiptar amerikan pas Rustem, një bosh shumë i nderuar, ka ardhur dhe ka investuar në Kosovë, edhe vazhdon tash e tutje me investuar në kompani. Jemi ka zgjeruar përveç Venaris, kemi ndërtuar një resort dikun me 94 dhoma, është në fazë të ndërtimit, ka me qenë diçka shumë atraktive, që ndërlidhet me veprimtarinë tonë, kështu që besoj që qytetarët edhe njerëz që kanë më ardhur, kanë mundi të kënaqur aty. Sa lloje të produkteve ka Stone Castle? Kemi më shumë se 35 lloje të produkteve Stone Castle. Të përfshi venat, kemi venat e bardha, venat e kuqe, kemi 2 brendet tona që është një verak 10 vjeçar dhe kemi brendin tonë 25 vjeçar, po ashtu kemi raki 42 dhe 49%, e kemi edhe një liker Skyline që është 30% alkohol. Gjithashtu produkti i fundit ka qenë edhe sparkling wine që është ven e shkumzuar Stone Castle. A i keni të gjitha produktet që i eksportoni jashtë Kosovës apo vetëm disa? Shumica produkteve eksportohen, pothuajse të gjitha. Po du me ta bëni një pyetje amatere, ndoshta si person që nuk i njeh shumë mirë degustimin. Çka bëjmë gabim ne? Qysh njihet një ven e mirë? A mundem një gotë ven të kuqe, të lutem, Albina? A më tregon Fis, qysh muna me njofton që një ven është e mirë? A është kjo mit që sillet gota kështu? Është mit, me aq sa kam një ori edhe sa di edhe pse nuk jam profesionist i fushës, jam komplet, mirë po një, kjo sjellja e gotës, ta quajmë ashtu, nënë kupton që vena duke mi leru ato taninat edhe t'i merr aromat e veta të saj për me art e shija cilën teknologët kanë punu për t'ja sjell konsumatorit në fund. Mund ta kem venën time të lutem. Faleminderit. Cabernet Sauvignon është një ndër venat më të njohura. Në tregun tonë jetë si vena me zog. Është një ven jashtëzakonisht cilësor, po është ven e barikut, është ven e Unë kam shpi këta, domethënë është një prej atyre që nuk mungon në asnjë prej darkave, ndejave familjare. Edhe çdo herë është e zgjidhja ime. Kështu që Stone Castle gëzuar me rrushin e Rahovecit, me më të mirit qytet në Kosovë. Unë jam ku marr rrushin më të mirin veç. Komplimente. Ke ditë me zgjedh. E shfrytëzoj rastin tash që me datën, nëse s'gaboj 5, 6, 7 shtator, fillon edhe një ndër eventet më të mëdha të venës në komunën e Rahovecit, që është Hardfesti, edhe i ftoj përmes televizionit juaj, na vizitojnë, sepse kanë çka me vizitua dhe kanë mundësi për më kënaq, mi shiju. Patjetër që do gjemi Hardfest tash me ka një traditë shumë vjeçare dhe bën një organizim super profesional, gjithmonë shumë mbar shkon çdo detaj dhe qytetarë nga gjithë Kosova dhe jo vetëm janë ata të cilët e shijojnë bashkë çdo bukuri të Rahovecit, përveç pneshtave, pijeve, ushqimit, mikpritjes së qytetarëve të Rahovecit, çdo gjë tjetër që me të vërtetë është një traditë e mirë, e vjetër, qytetare, që ka plot që themi në popull zot një lëk brenda vetës, pikrisht këtë e karakterizon qyteti i Rahovecit, kështu që gëzuar me Stone Castle, edhe ja kisha kalu linjen kolegut tim të dashur Shëndritit.